Valbon Limani, fituesi i zgjedhjeve të përsëritura lokale për kryetar të komunës së Gostivarit, ka marrë zyrtarisht detyrën, duke shënuar një rikthim të fuqishëm dhe të legjitimuar nga vullneti qytetar në krye të pushtetit lokal. Marrja e mandatit u zhndërua në një akt simbolik bashkimi, ku Limani u prit nga mbështetës dhe bashkëqytetar para godinës së komunës, aty ku e priste edhe administrata komunale. Pas ceremonisë së mirëseardhjes, Limani u ngjitë në kabinetin e kryetarit, hapësirë ku për 16 muaj me radhë kishte ushtruar me përgjegjësi dhe përkushtim funksionin si ushtrues detyre i të parit të Gostivarit. Në fjalën e tij, ai shpreu mirënjohje të thellë për mbështetjen masive të qytetarëve dhe votuesve, duke theksuar se ky mandat përfaqëson jo vetëm një fitore elektorale, por edhe një obligim moral për qeverisje gjithë përfshirëse. Nga ajo që deri tani ndodhi nga këto 5 muaj, mund të veçoj faktin se Gostivarasit nuk durojnë dot diçka të kryhet pa vullnetin e tyre, si dhe një fakt i pamohueshëm se të gjithë kampanjat të bazuara në shpifje të pa baza asnjëherë nuk mund të japin sukses. Nga këtu, shfrytëzoj rastin ti falenderojmë çdo gostivarasi, çdo votuesi dhe të zotohem unë si kryetar komune, por bashkë me gjithë ekipin, me kryesuesin e këshillit zotrin Valdet Xhaferin dhe me këshillin komunal, se çdo ditë dhe në çdo moment do të punojmë me përkushtim për çdo gostivaras dhe se prej sot kjo shtëpi komuna e Gostivarit është e hapur për çdo gostivaras. Me një qasje të matur dhe vizionare, Limani premtoi se do të jetë kryetari të gjithë qytetarëve pas një dallim, duke riafirmuar parimet e barazisë, transparencës dhe shërbimit publik. Ai paralajmëroi fillimin e menjëhershëm të realizimit të një sër projekte të rëndësishme, të cilat kishin mbetur të bllokuara, por që tashmë janë të gatshme për të zbatuar në qytet dhe në vendbanimet përreth. Në fokus të veçantë të angazhimit të tij do të jenë projektet infrastrukturore, të cilat Limani cilësoi si bazë të zhvillimit të qëndrueshëm urban dhe përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve të Gostivarit. Kemi disa projekte që janë në vijim dhe disa që do të startojnë menjëherë sa të përmirësohen kushtet edhe sa të jenë kushtet atmosferike të volitshme. Bulevari Vllezri Gjinoski do të vazhdojmë po të njëjtin intensitet, diku besoj ka marsi prilli do të hapim edhe këtë segment tu para komunës së Gostivarit. Deri në pranverë do të fillojmë punimet edhe për urën tek gjykata dhe do të vazhdojnë të gjithë ato projekte rikonstruime të rrugëve të cilat i kemi planifikuar. Valbon Limani fitoi zgjedhjen 11 janarit me një diferencë prej 7835 votash ndaj kundër kandidatit të tij Nevzat Bejta, duke dëshmuar qartë besimin e qytetarëve në përvojën, stabilitetin dhe vizionin e tij për të ardhmen e komunës. Ky mandat i ri i pritet të shënojë një fazë të re zhvillimi institucional dhe dinamik për Gostivarin në drejtimin e një kryetari që gëzon mbështetje të gjerë dhe kredibilitet të konsoliduar publik.